Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur keni mungesë të vitaminës D, trupi shfaq këto shenja, mësoni para se të jetë vonë. Kjo është koha e vitit kur qielli është vazhdimisht me re dhe atmosfera është plot me mjegull. Rezultati: kohë të kufizuara me diell dhe rreziku i shtuar i mungesës së vitaminës D. Dihet që ekspozimi në diell është mënyra më e lehtë për trupin ton që të prodhojë vitaminën D, konkretisht përmes rrezatimit ultraviolet, i cili aktivizon sintezën e këtij hormoni në lëkurë. Besohet se 15 deri në 30 minuta në diell çdo ditë janë më se të mjaftueshme për të përmbushur nevojat e një personi mesatar. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se vitamina D nuk duhet që të ekspozoheni mjaftueshëm në diell, qoftë sepse është dimër ose sepse shmangni diellin për shkak të rreziqeve të lëkurës. Ka mënyra të tjera për të mbajtur nivelet e vitaminës D nën kontroll dhe brenda kufive normal, përmes dietës ose suplementeve. Shumica e njerëzve ka nevojë për vitaminë D çdo ditë, por ka raste që kërkojnë dhe doza më të larta se 600 deri në 800. Njerëzit të cilët dalin rrallë në diell të moshuarit, njerëzit me lëkurë të errët dhe ata të cilët të vuajnë nga sëmundje të tilla si mosfunksionimi i mëlçisë ose problemet e përthithjes, duhet të dini se vitamina D është mjaft e rëndësishme për shëndetin ton. Vitamina D luan gjithashtu një rol kyç në shumë procese metabolike dhe është thelbësor edhe për shëndetin tuaj të kockave. Nga ana tjetër, ajo ndihmon edhe në përthithjen e kalciumit dhe gjithashtu të fosforit. Nga ana tjetër, në të njëjtën kohë, ajo e ndihmon edhe zemrën, tiroiden dhe sistemin tuaj imunitar në mënyrë që të funksionojë siç duhet, ndërkohë që arrin të zvogëlojë edhe inflamacionin dhe ndihmon në kontrollin e infeksioneve. Çfarë ndodh kur keni mungesë të vitaminës D? Nëse nuk merren masa, mungesa e rëndë hipovitaminoza D mundet që të çojë në sëmundje të tilla të cilat lidhen me metabolizmin e kockave siç janë rakitizmi, osteoporoza ose osteomalakia. Edhe kockat e nofullës arrin që të dobësohen duke i bërë dhëmbët tuaj akoma edhe më të ndjeshëm dhe të prekshëm ndaj gingivitit dhe periodontitit. Mungesa e vitaminës D është e lidhur gjithashtu me hipertensionin, diabetin, fibromjalgjin dhe gjendjet neurologjike siç është skleroza e shumëfisht. Cilat janë shenjat e mungesës së vitaminës D? Këtu ju do të gjeni simptomat më të zakonshme të cilat munden të tregojnë mungesë të vitaminës D. Megjithatë, vetëm një test të gjaku mundet që të konfirmojë diagnozën. Lodhje. Në qoftë se ndiheni vazhdimisht të lodhur, të raskapitur, pa ndonjë arsye të dukshme, faji mundet të jetë niveli i ulët i vitaminës D. Edhe pse e kundërta rrallë mundet të jetë e vërtet, suplementët duhet që të merren vetëm në mbikëqyrjen e një mjeku. Dhimbje kockash dhe muskujsh. Ekziston një korrelacion midis dhimbjeve të muskujve ose kyçeve dhe gjithashtu nivelit të ulët të vitaminës D, kryesisht sepse pengohet përthithja e duhur e kalciumit, rënja e flokëve dhe gjithashtu mungesa e vitaminës D mundet që të ndikojë edhe në ciklin jetësor të folikulit, duke shkaktuar edhe hollim ose alopeci, humbje totale e flokëve dhe rritjes së tyre në trup. Infeksione ose ftohje të shpeshta. Në qoftë se ju sëmureni shpesh, ndoshta sistemi juaj imunitar ka nevojë për një forcim
dhe vitamina D është thelbësore për funksionimin e tij të duhur. Humori i ulët, depresion ose ankth. Edhe pse lidhja me depresionin nuk është absolute, mungesa e vitaminës D gjithashtu mundet që të përkeqësojë simptoma të tilla si lodhja mendore dhe çrregullimi efektiv sezonal. Ushqime dhe suplemente të cilat do të ndihmojnë. Dielli. Dielli e ndihmon trupin që të sintetizojë vitaminën D3, ndërsa dieta siguron vitaminën D2. Burimet më të mira janë vaj i mëlçisë së merlucit dhe vajra të tjerë të peshkut. Peshk i yndyrshëm si për shembull salmon, ton, shpat, trofta, hareng dhe gjithashtu ngjall. E verdha e vezës, qumësht dhe gjalpi plot, kërpudha. Në disa raste mjeku mundet që t'ju rekomandojë suplemente në formën e pilulave ose pikave, por keni kujdes, një mbidozë e vitaminës D mundet që të ketë gjithashtu efekte anësore serioze veçanërisht në zemër dhe në veshka. Vitamina D është thelbësore për shëndetin dhe megjithatë, shumë njerëz nuk e kuptojnë rëndësinë e saj. Ekspertët thonë se në një pikë të jetës njerëzit përballen me rënje të niveleve të vitaminës D, ndonse nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Nivelet e ulta të vitaminës D manifestohen gjithashtu me një sër simptomash siç janë energjia e paktë dhe nga ana tjetër pagjumësia, problemet me imunitetin dhe luhatjet e humorit, fakte të rëndësishme për rolin e vitaminës D në organizëm. Sigurisht që burimi më i mirë i vitaminës D është dielli, ekspozimi i pak ndaj tij ul ndjeshëm nivelet e vitaminës D në organizëm, e cila më pas pasohet me probleme të tjera me shëndetin. Ekspertët thonë se të qëndruarit në diell për pak kohë çdo ditë ul rrezikun e sëmundjeve të gjirit dhe gjithashtu ekspozimi në diell stimulon edhe prodhimin dhe sintetizimin e kësaj vitamine në lëkurë dhe më pas një gjë e tillë e përgjysmon rrezikun e sëmundjeve të gjirit. Prandaj ekspertët rekomandojnë një gjë të tillë dhe që ju të qëndroni në diell për 20 deri në 30 minuta në ditë. Vitamina D ul rrezikun e sklerozës së shumfisht. Shqiptarët janë me fat për sa i përket klimës së ngrohtë dhe ekspozimit në diell, por një pjesë e konsiderueshme e vendit të globit i gëzohet shumë pak ditëve me diell. Në këto vende regjistrohen edhe shifrat më të larta të sklerozës së shumfisht. Një gjë e tillë i ka shtyrë ekspertët që të arrijnë në konkluzion se ka një lidhje të fortë mes vitaminës D dhe shëndetit të trurit. Mungesa e vitaminës D, gjetjet e shumë studimeve mbi ndikimin e mungesës së vitaminës D në shëndet janë shqetësuese. Disa prej tyre paralajmërojnë se nivelet e ulta të vitaminës D kanë lidhje të fortë me vdekjen e parakohshme. Madje mungesa e vitaminës D e dyfishon në rrezikun e vdekjes së parakohshme. Vitamina D e mbron njeriun nga tensioni i lartë i gjakut, sëmundjet e zemrës, madje dhe nga ishemia. Megjithatë, frika për sëmundjet e lëkurës po i mban njerëzit larg diellit duke e ulur në mënyrë të pashmangshme nivelet e kësaj vitamine. Mungesa e vitaminës D tek fëmijët. Me përdorimin në rritje të kremrave kundër diellit, uljen e nivelit të vitaminës dhe rritja e shifrave të rasteve tek fëmijët me autizëm, ekspertët thonë se ka një lidhje mes vitaminës D dhe autizmit. Studimet kanë treguar se fëmijët autik kanë nivele më të ulta të vitaminës D në krahasim me fëmijët jo autik. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!